Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka vendosur të mbajë në qeli kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj duke rrëzuar kërkesën për ndryshim të masës së sigurisë arrest me burg. Seanca u zhvillua paraditën e sotme dhe u drejtua nga gjyqtari Erion Bani. Veliaj, i cili ndodhej në burg prej më shumë se 2 muaj, kërkonte që të lirohej nga qelia për trupa gjykuese, vendosi të mos pranojë kërkesën duke i lënë në fuqi masën e dhënë në 12 shkurt. I njëjti vendim u mbajti edhe për biznesmenin Elman Abule, i cili kërkonte të hiqej masa e sigurisë arrest në shtëpi, por kërkesa e tij u holl poshtë. Në këtë seancë, prokurorët e çështjes Olz Dado dhe Altin Dumani paraqitën në shkallën e gjyqit edhe informacione 2 mujore mbi ecurinë e hetimeve të nisura ndaj kryebashkiakut dhe të pandehurve të tjerë. Më herët, Veliaj kishte apeluar vendimin e GJKO-s në apelin e posaçëm, por edhe aty kërkesa e tij u rrësua. Kryebashkiaku i Tiranës akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor në 9 raste, si dhe për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Procesi vijon të jetë një nga më të ndjekurit politikisht, pasi hetimet e Pakut për çështjet pritet që të zgjerohen edhe më tej rrethin e të përfshirëve.